e kena nisë lidhjen, e kena nisë si shaka, si bëjnë. Më ka fut njerës, më ka nërë me pistolet të shtëpia. Unë një të ashtat zonë me vajzën, edhe ajo më kapi për floksh, unë e shtyva, dhe shnërë, dhe në të i në rrugë për ditë. Erdi edhe ma bani mu kësho. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do të shkojmë në Peskara, do të jemi në Itali, do të hap dritaren për një shkodrane, e quhet Landa Gjergji, e cila ditën e sotme do rrëfej 13 vitet e saj në Itali, historinë e dashurisë me bashkëshortin, por dhe talentin e madh që vajza e saj 5 vjeçare ka dhe po shkëlqen në shtetin italian. Është duke më pritur Landa, është në një park aty, është duke më pritur hap dritaren dhe e përshëndes me njëherë. Landa, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Peskara. Si je ti? Unë jam një vojës për i Shkodrë, jam e martuar në këto, jetoj në Itali tash 13 vite, edhe një vojës 5 vjeçe, jam të bogoti për gora. Edhe jam më ka fut keq ish pranarja e shtëpisë që kam jetu une, edhe atë pranaren e kam respektu shumë mirë. Edhe në 2023 më ka fut njerës, më ka nërë me pistolet të shtëpia. Unë e kam pas vojzën e vogël atëherë, më kanë thënë del jashtë, kam dal jashtë, edhe para se me dal jashtë, më ka pru njerës me qej, 5 qej, kanë kenë, edhe unë kam jetu si për shtëpi, 2 pjane, si për në ka dytë, edhe qejt ishin katë parë edhe ishin katastrofë, pa harë, pa pi, pa la, pa shpërla, edhe kam jetu gjithë veret. Por e dashulanda, më lejon të pyes? I lexova me vëmendje mesazhin që më dërgove në numrin tim dhe vajza më the po e bën gati për gara, është notare? Ka po të nisi do video o shife vetë, jam shkodrone, nuk kam hall mu hop këtë pa gjohë. Më vjen shumë mirë ratë të parë për vajzën, që e ke futur në përkurse noti dhe ajo sot po garon dhe uroj lartë e më lartë dhe të marri të çmime. Nuk e dia ke një gjuhë Federica Pellegrini dhe me separu, që i thënë. Gjithë janë të më thënë të ja ka kalu, por jena në fazën e 20, halos kena kalu në 15. Më vjen mirë dhe uroj që vajza juaj ka që vogël nga marrë të disiplinë të këtij lloji sporti dhe uroj lartë e më lartë. E dashu Landa, më lejo të pyes ta kuptoj qartë edhe unë problemin tuaj. Ju sa vite keni që jetoni në Itali? 13 i kam bë. 13 vite. Nga Shkodra, së bashku me bashortin, udhëtove drejt Italisë. Jo, ka marrë për pushime dhe e gjeta këto. Ke ardhur për pushime në Itali dhe e gjete burrin dhe s'u ktheve më? Jo, e gjeta burrin këto dhe e kena nisë lidhjen, e kena nisë si shaka, si për si të i qesh. Unë si gazetari i gacmoj të gjithë një të ftuarit e mi. Si u njohe me bashortin tënd? I herë nga kanë prezentu kështu, po a i më ka shoh mu, unë e kam shoh atë dhe... A i është shkodran? Jo, është e mirëditor, po shkoj shumë mirë, jena shok me një tjetrin, si jemi burrë grupi, jemi shok. U njohët para sa vitesh? Para 13 vitesh? 13 vite, ka që jena njohë, sa ka marrë në Itali, unë ka marrë me 8 maj 2013, në gusht 2013 jam njohë me burrin që kam. Dhe nuk u ktheve më në Shqipëri? Jo, vetëm kena bashkëtu 2 vjetin biher që kena bashkëtu, po kena shkuar, kena punuar në Shqipëri. Dhe si e priti familja juaj? I ke për pushime në Itali dhe u dashurove? Jo, familja jeme me të thënë drejtet se birtitur da i kena kësho, fiksim se jo të fanatik. E ne të Shkodrës nuk kena kësho si kur jonë këta. Dhe ta thot drejta e shpirtit se pritet. Ata thonë që atë njën zemra, bën që dush.
Po, ju kam thënë, është shumë djalë i mirë, kishin frikë një herë në fillim, kishin shumë frikë për i. Thjesht fakti që ishte nga mirëdita kishin frikë, por ai qelloi një djalë i mirë dhe ti je lumtur me ta. Shumë djalë i mirë, është djalë mirëditur, po djalë me kur ta japin besën është vdesin aty të rritë. Ju jetoni në Peskara? Po, jetojmë dhe quhet një qytet e vogël këto, quhet Ortona. Jam midis detit, si thënë, jena afër detit. Dhe çfarë ndodhi me jetën tënde në Itali? Nise martesën? Jo, në nisë shumë mirë, edhe mori, se unë isha në Tetezi atje në Bologna, edhe mori shtëpi me qira, shku me shumë mirë me këtë pranore në shtëpisë. Po kjo pranore e shtëpisë filloi të u bë xheloze. Unë e pash se ishte xheloze. Xheloze pse landa ka trupin kështu, pse landa jo po ka fry prapanicat, jo po ka fry buzët. Unë jam njëri thjesht, jam njëri bujton, si thonë çdo shqiptar. Pronarja ishte shtetase italiane? Ja, pranarja është belge, po ka marrë burrin italian. Por sa vjeç ishte ajo që xhelozonte për ty? Atë është sa më tjetë, 60 sa? Por ç'pu kishte me ty? Se ti pagoje parat, kishe marrë shtëpi me qira? Xheloze dhe meje. Po jam shkodrone, unë rrije qeshën, nuk rrije të kjo e tja marova, sot e marova nesër, si thojnë. Unë rrije qeshën, edhe se vuj shumë, ose kam probleme familjare, nuk këtë rrije qeshën, papaja, se ka lanë, çdo gjë bëhet mirë. Por çfarë ndodhi më pas? Mrapa unë nita 7 zonë me vajzën, edhe filloi të kriju xhelozi, mos ban fëmijë, duhen gjo. Se i thotë burri, kur të bëjnë lënda fëmijë, ka me çu për pishin, sepse Bobi soj ka ken notar, i ka pas pëlqy shumë, të tregu gjona jetës, si i thojnë. Edhe, filloi u bë xheloze, unë i thashë, po si trego, se është si ban. Po, e dashur Landa, po ç'a ndodhi më pas? Sepse në momentin që e shikoi që ajo kishte probleme, ndoshta psiqike, ndaj teje, që ti fundja pagoje paran, pagoje qiran e shtëpisë. Ja pagusha qiran e shtëpisë, edhe ç'a bëte, shkote të fol keq për mua. S'din me kuzhinu, s'din me la shtëpin, s'din me pastru, s'din me pasi gjak. I thashë, pse shkon muj me fol ti keq për mua, se s'm të bëj gjak. S'po të bëj gjak. Prej xhelozis, bëmë një fest për këtu quhet benvenuto, për ardhen e vajzës, se ishte fëmia i parë, edhe na bëmë krejt tamam shqiptarqe. Edhe e ftu me njerëz, kam pas 85 vetë në banket. E qartë, për festën që kisha ardhur 10 vajza. Ishte ajo, unë i shifsha qejse që bëshin me njëna tjetër, me një vojës të rej. Edhe i thoshë unë, i thoshë këtu, sa konë një gjonë që sa të shkuj, thoshë unë. Mos 2 mujve më ka pru një atje poshtë, në katë parë, një kolini, një familje me jetu, me qëra. Edhe punja ta, ja nisi qrejt pa lau. Në i vitera, stërvin, kar, vigjli, zero. Kanë ardhe, i kam bë derencip, gjithë kom kam shku të i bë, pas. Por mirë, pse nuk ike nga ajo shtëpi? S'të pëlqente, ike zgjidhje një shtëpi tjetër. Po jo, unë i thosh, u thash unë po iko, po të të shumë, si kisha shpin kësho në dorë, si thënë, në grusht, me gjinë qpet. Apo jo? Brapa e gjeta unë e shpi, dhe aty të shi përbol kësoj shpis, po jetosha unë, gjeta shpin tjetër ofër. Po. Të shi që më bëja, për me më vra mu, mës me më po mu më sytë bolli,
futi një kopje, një rumen me një italiane, shkoja ja të më gjithë të lidhë me meshkuj, edhe në shqiptare, di mu lidhë me meshkuj. Me gjithë bodaj si i thojnë asaj fjole. Po. Edhe këtë të shi, edhe në abonën, nuk kanë, si thënë, o zoti malli, ka kënë 27 dhjetori 2023, kam pas vojzën në godi 2 vjeqe, edhe kur ka ardhë, Odeta, betohem, deshti një mjellë në dorkja, në të sërishin festat, edhe shkumet, ermet e shpia, të shtuhinët e shpia, a mori kja nona kësoj, mama kësoj, ku di unë, mori në telefon e tha, pojdhe se te ka nërë, erdhja jam, kja bionde, erdhja dhe ma bani mu këshon. Po në shkudronë, se s'kena frikë për fatkollë i thosh. Ti në atë kohë, kur ka ndodhur ky episod që ja ka futur njerëz të tjerë të bëjnë ty keq, ti jetohet e shtëpia e saj? Jo, jetosh aty të konë mrapa, ika unë për aty. Po pra, ti ike nga shtëpia e saj dhe ajo erdhi të përdoqit e shtëpia tjetër. Po. Sa kuptoj. Dhe, priti, edhe atë natë ka kënë e ula e Romeni, fuli me burin, i tha, i këto, tha, e parkegjoj, tha, makine ko të mdeket mu, tha, ti, tha, je stranjer, tha, dhe ti i thosh je stranjer, Romeni, dhe ti i thosh. Tha, mu mas më thuj, tha, se unë të vrash, po të mbirë me pistoletën, i thosh, po, ha. Po, gjërat që nga më bërë serioze. Po, nga një xhelozi femrash, erdhi kjo bjondja, se këtu femnen e mërojnë shumë femnen këto. Si quhet ish pronarja e shtëpis, kjo bjondja? Brigitte, që ishte belge, po? Belge. Edhe kjo vozëri, kjo, Ilaria. Po? Edhe kjo të shi, qa bani kjo? Jo sulë si puna ati gjelit të pullat, si thëmë nga Shkodra. Edhe, unë tha, jam trimaloshë, unë tha, ti tha, mu, tha, në kom brejtën, unë tha, unë të fosë më burgë, unë ashtu, edhe filloj me shty burin të me dorë kësho, edhe? Për me sjell burri jem të aja. Edhe ju afrova unë, edhe, a jam kopi për floksh, unë e shtyva, në kopi për floksh. E kopa i to, bani. Po ju që në një përleshur. Po, mrapa a i ku mori armen, i doli burri, se unë isha me shpin, i doli burri për para, tha, gjuj mu, tha, këtë një, tha, po, gjuj të unë, tha, hajde, gjuj. Mrapa doli një familje, morë me policin, atë natë nuk e kanë gjitë pistoletën, po e kanë gjitë në nesmen. Pra, situata u rëndua kaj shumë sa mbriti policia. Po, ka arë policia edhe iken, dhe shikume si ishte aja pistoleta. Në nesmen e kanë gjitë shpia ti djallit pistolet thik. Dhe thik. Rumuni, si. Edhe i kanë gjitë, tashi, që banen? Na kena ik për ati fshatit, kena arë këtu të të fshati tjetër, edhe tashi i kanë ofër kujshi. Këta dy. Po mirë, në momentin që ndodhi ky episod e dashur Landa, që erdhi policia, i arrestoi këta persona që ju kërcënuan juve me armë? Këta nuk kanë hi halën, po janë në proces. Se ju e bët denoncimin, që çfarë ndodhi? Po jo, se ishin telekamrat, ishin telekamrat, këtë gjestin e panën, se një ditë para se me nukja, e ama asaj, unë nga tru me burin të me tha, këto komandoj unë njërë ti. Sa burri tha, unë as ti s'komandoni, tha, se këto komandon vetëm Gjezu Kristo, diti jo. Po mirë, Landa, të lutem, para se të pyes çfarë po ndodh me jetën tënde tani që je kërcënuar nga këta persona. Unë jam në rregull, por unë nuk e kam sigurinë të këta lloj njerëzit që i kam ofër, a di? Më rrin larg,
Më shikojnë kështu edhe ulin sytë, di? Por pranarja e shtëpisë shkon të fol në për gjithkohë. Unë shkoj me kërku shtëpi me qira, Po, e më përplasin portën në sy. Në fytyrë kështu, pum. Se shkon të fol, kja i pagun me lek. e dashur, Landa, këtu dua të pyes, por si ka mundësi? Besoj që ka patur diçka më të thellë mes teje dhe asaj që ajo... Nuk kam si gjë, unë nuk e kam babin, unë bëj bin kush edhe kam edhe vepra, edhe disha me fut njerëz, sepse unë e shoh kur vjen këto, rrin me kry ullë, po shkon të fol. Edhe para një jave, e bash, i përtita, i thash as të vjen more, as je zemrë none ti që dhe me mbrovojzën teme? Ti i thash dhe morë me mbrovojzën teme, po s'ki shonë që me vroj, thash. Nuk e mund... Edhe kam përtit me të male këtu ku jetojone, edhe kjetë Shqipëri, se unë një cikleta di për me kënë gru e mirë, shkoj të një që e një fëllone, shkoj aty, hini mrene i thoshën e terdi shuqja, i thoshën e kësaj plak, kësaj që kanë internetin, shuqës saj, i thoshën e terdi shuqja, edhe kja tha, më në kohën, mos fëll malë, ju me i thosh s'po plas, del jashtë, unë dula jashtë, i thosh më falë, i thosh skuza, edhe unë dula najta jashtë, i thosh unë nuk kiko pa shku të shpia kësoj, sepse më ka put edhe burin e vetë, edhe vajzët e vetë ka put keq me to. Mrapa erdi i vigjili, e ka morë kënë telefon vigjilin. Po. E mori në telefon e tha kështu, edhe najta e prita unë aty. Unë ty i thamë kështu, doli e ja shuqja kësoj, doli, e tha, ma porka putana. Lej. Edhe i thash, grazie, i thash, molto intelligente tu, brava. I thash vigjilit, ashe i thash, shives që, ashe që pan që i thash? I thash, ku ke vojzën ti, i thash? Se të shi vjen për sezonin e verës, i thash, dhe marrë me bona i gjo, me dashnart. Se even të i në rrugë për ditë, dhe më harë. E dashur Landa, me sa po kuptoj unë, janë bërë disa gra shtetase italiane që të sulmojnë ty. Po. Por nuk e mundur do të flasësh, dhe më pse të sulmojnë ty ato? Fundja ti punon ke hallin tënd. Dita, jam shkodron t'ja lojnë vedit. Jam shkodron e jam në zonë këtu ku jam të jetu unë. Kur të vish ti, banardi të ku jetoj unë, pyt kush është Landa. Por burri juaj si ka reaguar në të gjithë situatë? Unë nuk e la, dhe unë jam të pritë gjusticën edhe që të nullin, unë këta do të eliminoj unë. Pra ju keni bërë denoncim në polici dhe prisni që çështja të kalojë në gjykatë se ju keni denoncuar. Po. I kena denoncu, janë kop me armë, me thika, me gjana, janë kop. Unë i kam ofër këtë, më kanë ardhur ofër shtëpisë, prapë. E dashur Landa, kur vendose të ndryshoje shtëpi, fshatin? Nuk ka 30 minuta, nuk është larg. Sa kohë u bë që ke ndruar fshatin? Unë kam 2 vite bëjtash. Pra 2 vite që ke ndruar fshatin dhe në këto 2 vite vazhdon ende të jesh në konflikt me ta. Nuk më lën qetë. Nuk më lën. Këta vigjili thot, nuk jeni ra, nuk jeni ban, nuk jeni kështu. Unë i thash, nuk presi thash tramen. Unë e di se që dhe me bë kjo, i thash. Unë nuk e presi thash se, nështë ta mytë vajzën, ku me shkune? Këtu i thash e keni për 30 vjetë, po nuk e keni për jetë shumë. Kja del prapë.
E dashur Landa, nuk mundohesh ti shmangesh asaj, mos kesh as i kontakt, ta kesh nuk i shmangën, sepse nuk i kam bërë si gjë, se unë e kam respektu shumë atë. E qartë, por më duket habi nga një xhelozi pse ti je grua e bukur të shkoj në ekstrem situata. Është xheluz e vetë, është xheluz. Të betohem, u dita, ti hojde këto, shifi gjonat vetë, shifi gjonat, se si rrion, se si rrin aja, shifi. Unë nuk e unë po, gjaja që kam i këtë busqeshje edhe gojen e amen. Por burri saj si ka reaguar në këtë situatë? Burri saj, ai ka ardhur para vigjlit, ka marrë me gjujt në burrin tem. Pra, edhe burri saj, le të themi, ka reaguar keq ndaj teje dhe burrit tënd. Po, sepse çoj vajzën pishin, më thoshin mu mos e çon pishin. Mos kam po ta bëhen e kërkesën për me bë vojzën, se du me arri qëllimet e mia dhe pse Shqipëria mos me dalë më pa. Pse mos me dalë, se na shqiptarët jena të bukur mu po, pse mos me dalë edhe na? E dashur Landa, babai të ka vdekur? Po. Qofti parajsës. Babai jot ka qenë notar. Vajza mi ka gjo babi. E pra, i ka gjarë gjyshit që ajo sot, le të themi, ka dëshirë. I ka gjo bab zdoje, baba doje, ma kalon edhe amanet. Se kam kënë 4 mushe 7 zonë kur ka vdek babi. Du me e qua amanetin në babi deri në vend, se e ka pos meritu, po si ka kënë koha e shqiptarit tjeti shumë mirë, unë e kam qef një që me a që fjallën në vend, se jam vojz shkodrane, jam vojz me që i thojnë, këtu më kanë vlerësu, kur më vlerëson policia, e më vlerëson vigjli, e më japin dorën, e më thonë një okej, që më të shkreti më shumë. Do të bësh vajzë notare. E dashur Landa, babai si quhej i ndjeri? Baba jeme e ka pos emrin Nac, po për mua është prap gjallë se jetoj me kujtimet e tia. E vërtet. I ndjeri Ndozi ka qenë notar në kohën Kohën që ka kënë babi jem, aty ku arrit babi jem, ba me pyet kush thojnë si Noci. Se i ka pas ra violin, ka pas shku në për orkestër, në për dasma shqiptare, gjithë në për shqiptari. Shkodranët kanë shpirtin artistit. Edhe i kam thonë, i thosha në vëp kur bëjnë i beba, ose në i djallë, ose në i vajzë, e mërë baba, a shtrejt të pishina, a shumë shtrejt, se unë e di që dhe me thonë. Por, nga se vdiq babi? Për 5 mujsh më ka dek gjyshi, edhe ja pra që mesa jeme, ja rrit qëllimet dhe djallit tem. Dhe më vjen mirë, sinqerisht që kërkon amanetin e babit a qosh dhe në fund, por të pyeta dhe pak më parë. Po pse, si i thonë Odita, do të bëjmë sakrificë, i e rrë për vojzën teme, në rrë dytë shqiptariave mi bukur, edhe njërës në jena të bukur mu po, se unë i shoh këtu, se kam kene edhe në Gjermani me bo publicitetin për vojzë, shqiptaria hatë bo veti, po si i thojnë, alo se kena marrë vedin, do të më tregosh për vajzën nuk kena pak logik. E cila është talent, më the. Landa, babaj nga se të ka vdekur? Po, i këtus më kry. Do marrë të blokum, i këtus, si thënë. Ka pos vujt për i zemrës gjithmonaj, edhe i roj i këtus. I ka taku Odita 4 mushe 7 zonës, kur e ka morë vesh të për i gzimit, nuk e dive të iko. Po jeta në kështu është. E vërtet. Landa, ndalimi pak tek vajza. Sa vjeç është vajza? 5 vjeç e gjys më the? 5 vjeç e gjys, ka li në 2020. Bobi jem ka dek në 2020 me 15 mars. Vajza jeme ka li me 13 gosht 2020. Edhe i 100 Edhe e kam qurë në 2020 në shtator. Me 13 shtator. Një mushe ka kanë. Si quhet vajza? Lagertha. Lagertha. Më tërgu pak për Lagertha. No, Lagertha.
Të dhe hë bashk, Lagertha. Lagertha. Të dhe hë. Më tërgo pak për Lagerthën, kur qa moshe e fute, le të themi, në not, e qove në pishina, që ajo të fillon të këtë rrugë? Lagertha është i të jena në prova, me hinë e kategorinë 20, edhe të është vogël sa 5 vjeç i gjys. Shumë e vogël. Në shtator, i të shka më bëllë 2 certifikata, di ka be bo për 5 vjeqe, di ka be bo për 6 vjeqe, edhe ka ke 1 mushe sa ka le. E kam qu në pishin. Kena shku, këtu quhet mo me bimbi. Po. Ati quhet mama me fmi. Po, më me bi. Mo me bimbi, kam i ka dhonë, mrapa tash i thoi, kam i 2 vjet me te. Tash 3 vjet është vetëm të hecë. Duke bërë kurse. Jo kurse, është në prova për gara. Po pra, duke u trajnuar për të hyrë në gara. Po, ore, kur ta shot ti një si vintit edhe shikoje. Unë kam qef me qu sepse jena shtet për smori, jena nisha. Çfarë kanë thënë mësuesët e vajzës? Që ka talent? Ekstruktoria më ka thënë sa ka morë në dorë, që e ka fut nujtë, që e ka fut të qerko, të romoloku, e ka fut nujtë, nga thonë Landa, kja vojzë ka për t'ja kalu edhe Federica Pellegrinit. A ishtë talentës? Kështë më ka thonë, që se keni mundësi jo, sepse pishina është 20 euro, vetëm 1 leksion, veç me himra. Pa, lona, shpjegime pas i gjo. Dhe është një sakrificë e madhe për ty dhe burrin tënë si emigrant. Edhe të shtator, kena me agonist, ka me shku agonist, me agonist, për mu stërvit për me hecë sa më shpejt. Do më lijosh në të momente të shikojmë pak vajzën teksa në tonë pishina? Landa. Edhe kam qef të arris qëllimet sepse... Dhe më vjen mirë sepse në video ajo duket qartë që është një talent dhe ti kërkon që ajo të bëhet e famshme në botë në sportin e notit. Po pse mos të përderisa e ka në gjak, nuk është vojzë që ka qef e shku me bëmë balerine që janë këta, po ka qef me arrit qëllimet gjona më të forta, më ekstreme, si i thoj. Duke bërë not. Ndërkohë dua të bëj një pyetje, çfarë moshe e mësoi notin vajza? Është 3 vjet është të hecë vetëm pa braçaleti, pa si gjë. Është 3 vjet është, si i thojnë, kur hin kja nuj, ton rrin të shiku se është një tip stoli që rrin ne prej të shiku. Po? Edhe ton rrinë e shikojnë, i thojnë ekstruktoria që ka, e ka emrin Gloria, edhe i thojnë Gloria, o ti, sa vjeqa është? O zote, për shpirë të babit. Dhe ti ndihesh krenare? Krenare nuk ndihem alo se vetëm kur të bëjnë garat. Kur të bëjnë garat. Por bashkëshorti, baba i vajzës? Ashtë, nuk e di, ka hedhë edhe në Facebook, ka hedhë një storje që thët, jam krenar që kam marrë vojzën e notësin. Notarit të njohur në ato vite që sot vajza e ti 5 vjeçare, le të themi po i gjanë gjyshit dhe është e kuptueshme që jeni krenar. Ashtë shumë i lumëtër, nuk pa ka marrë memje që një moshkull mirë ditor të binë dashni ka që ronë që ozitoj. Po mirë, jeta jote është e lumtur aty në Itali me bashorti, për posë problemeve. Jam shumë e lumtur me te që kam, me burrin që kam, jam shumë e lumtur, por si i thojnë njerëzit janë xhelozë, janë invidiozi. Flasim për njerëzit fqinje që ti ke pasur?
Në përgjithësi, unë flas për përgjithësi për të tonë, sepse i shoh që jo ndo më mundu me bo keq, po se ndo mujt mja dojnë me Shkodranën. Me Shkodranin që është e fort. Por pse, nuk ke fort mirë raportet me njerëzit e ti? O dita, o duhet me keni keqe, mu bo si kur bohen këto, kollë shqiptare këto që nuk njihen për asi gjo, ose do t'jeshe mirë e do t'jeshe fort. Ti kë ke zgjedhur nga këto të dyja? Unë kam zgjedhur me kene fort edhe me kene mirë, sepse njeriu i mirë, ku do që shkosh, ta hopin dirën. Për të gjitha njerëz, do doje të përcjellje sot një mesazh? Me këta njerëz që shu, unë ju them që i shoh mos t'keni zemrën e zezë, se e zezat vjen mrapa për në Shkodër. E dashur Landa, por burrit tënd çfarë do t'i thoshe? Që të ka bërë të lumtur. Beto, nuk e di, e du po shumë se dritën e syve të mi, po këta i ka ma qtret, si thonë. Po, do t'i them që do t'i arres qëllime veç në vdik shonë. E dashur Landa, të uroj jetë, lumturi dhe u plakshit bashkë të dy, sepse jeni të dashuruar, keni sjellë një jetë, vetëm të vajzë keni? S'ka mo. Vetëm të vajzë, një jeta kesh. Jeta jote sot si është? Ti vrapon pas vajzës, në gara, në pishina? Jo, unë jam shumë mirë, se shkoj, e thosh më përpara, kur kam një person që më thot, më ke mu në grohët e mi, edhe mos e quaj kryq që ato njerëzit, unë jam shumë e lumtur, jam shumë, se t'kish lekun, o dita, kur t'kish lekun, nuk i ke gjona tira për zote. Unë nuk e kam lekun, po kam një princeshë si nuk e ko kush më botë. Tonë ma kanë lakmi, pasha shpit e babit, tonë ma kanë lakmi. Më vjen mirë. E dashur Landa, ti sot le të themi nuk punon, gjithë jetën ja dedikon vajzës. Jo, nuk më kalon vetë burri me dalë me punon, sepse më ka thonë, du me më rritë vajzën me frymen tonë që të kalon baba jetë, e nona jote. Dhe ti je pas vajzës, e qonë në pishina, e ndje kudo. Si thënë, mund së më lenë kërkon vetëm me vajzën, as kërkon. Më ka regjistru vjetë, më ka regjistru në, si e ka, në palestër. Po, palestër. Po, të bëj palestër me jo dita, se nuk më pëlqen. E dashur Landa, Më të mu dhe të me shkutha se je shumë e stresume, je shumë e mërzitët, po me lene më rahat, e ka emrin rak. Po me lene më rahat se unë jam shumë mirë, s'ka mos i gjo. Unë e thartoj trunin se jam familjare, nuk jam betrish. Je grua, je nën, ke përgjegjësira të shumta. Edhe unë kam qenë me hecë për para, më të shumë nga morë një Itali, po unë du, pse mos me shfrytzu rastin kur e ke mundësin, apo jo? Jo, e qartë, dhe vazhdo, jepi forca dhe vajzës, ajo e dashuron notin. Vajzën e dënë shumë, marët, se thosha, kur ngila 7 zog, kujtoha se po më thot, hamaj se gjithmonë vajza, se adi malëmija e djemve, po jo, adi që më ka thonë, mos të mirë me njëllë në gojë. E se vajzat janë për babajnë, kanë një marrëdhënie shumë të fortë. Janë vajza është shpirti i babit. E vërtet, por vajza e dashuron notin, e do notin? Maslenësit nuk ka më shku së është e smur, edhe ka orë me temperaturë për Milanos, nuk ka më shku, ka fillu në shtrat. Aq e mërzitur që nuk do vej në pishina. I bën leksione në shtrat. No, të shkuara. Dhe në shtator e ka garën, më the? Në shtator e ka me hi agoniste. Dhe ne urojmë shumë suksese vajzës tënde, të bëhet e madhe, të bëhet e suksesshme, të përfaqësoj pse jo dhe Shqipërinë në Olimpiada të mëdhaja. Aty e kam sunimin unë, se kam sunimin për gjunat e thjeshta. Ëndra e një nëne që kërkon që amanetin e babait ta çojë deri në fund ta bëj vajzën notare. Unë kam qef me qumë fjallën e babit tem, babës daje, se ne i thejmë babadaje në Shkodër.
edhe kam qef mi që fjallën babazdaja në vend, edhe Lagerta ka përton në Shqipëri mrapa me i thonë, babazdaja ta kam kalu ty. Ta uroj me zemër. E dashur Landa, me sa kuptoj unë, ti nuk do kthehesh më në Shqipëri, sepse ardhmja e vajzës është aty në Itali. Nuk mund të kthehem me Odeta sepse kam vajzën, kam me ikë Milano, kam me bërë rrugën çdo ditë në orën 3 sahatit të natës. Që du të udhëtosh nga Pescara në Milano. Po, edhe sepse kam me quse, kam bërë dhe një të pëtanisi foton, fotografinë e vojsë të një kushrina e Gjeri Skotit që se ja keni gjumzoni. Po, dhe është për reklam? Për reklam, bravo. Dhe më vjen mirë, një nën me ide të qarta për vajzën. Unë e kam qenë sepse pse mos që arrisim qëllimin përderisa janë hap rrugët. Dhe më vjen mirë që sakrifikon për ta bërë vajzën dikushi kur ajo të rritet. Me kur të rritet edhe pse mos me do të shqiptaria në pa. Qa kena ma shumë, nuk kena ma të marum se këta se rrinë të nashik me këtë po lidhje. E dashur Landa, si është jeta aty në Itali? E mirë? Duke krahasuar me Shkodrën tënde të dashur? A bo si të mëndë si Shqipëria, i të ku jetoj unë e kretë si Shqipëri duket vepja. Ka shumë shqiptar aty? Odeta ka shumë shqiptar, po shqiptarët janë të mirë për tjerë. Shqiptarët i kena, po janë të mirë për njerëzit e huj, po janë të këqi për njerëzit tonë. Për njëri tjetrin, si thoni jo. E qartë, e kuptoj. Janë të mirë për të huajt, por jo për njëri tjetrit, shqiptarët me njëri tjetrin. Bravo. Sepse të vjene, për shembull, aja e huja e shon këtë tjetrin, edhe e duron. Por se unë mi i thonë një fjallë, aja të vjene të ofendon. Kupton që fa. Edhe prandaj ri kretë vetëm, unë nuk jam njëri që i shoqënohem, si kam posë respektu në fillim, edhe i shifsha kështu, se jam tip që se jam shkodrone më jo dita, për zotën. Ta marrë shatë të keqen. A di si rrinë shkodronet, si puna ati gjarbë të qëtë krytë të verifiku cilja i mirë, cilja i keqë. Të ka marrë malli për Shkodrën tënde, besoj. Për Shkodër lotë, për gjëra tjera ja për të thotet. Për Shkodër, pas se është super vend. Vendlindja jote, e qartë. Unë jam lirë rrit atje, dhe 25 vjeç që jam bo atje, dhe sash... E dashur Landa, kush ishte mesazhi që do përcindje për gjithë patriotët e tu, për të gjithë shqiptarët që ndodhen në Itali? Më mirë se ty, le të themi nuk i nje askush komunitetit e shqiptarëve, sepse si në të tyre... Unë kam qef që t'jo thëme, sidomos i herë Momet, kam qef mi o thonë, ju lutem, kush është një shtetit, mos të rrinë të thonë, jo doli kjo, jo erdhja jo, ju tha kë, jo thaj. Qoni fëmijët në për pishina, në për sporte, edhe hecni për para se për zotën jena të mirë në maksimum. Vetëm sërim të morë vesh një tjetrin, kurse unë nuk marrë vesh të kanale, pra me i sulem të unë. Ishte një kënaqësi Landa që ishim të dyja sot në këtë live, një emigrante, një shkodrane prej 13 vite që jeton në Itali. Faleminderit shumë. Të uroj gjithë të mirat dhe uroj më të mirat dhe për vajzën tënde të vogël. Kështu që faleminderit që ishes dhe konsumove këtë live me mua. Kalërso më mirë, ishte shumë kënaqësi, inshallah Nina edhe për mirë, ja vetëm për keqet. Të falenderoj dhe të puth nga Tirana. Ja kalërso më mirë, ciao, karisim. Ciao. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndroat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, mund të më kontaktoni në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por dhe nëse keni një eksperiencë të bukur për të ndarë, një histori frymëzuese, mund të më shkruani edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare.
Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori njerëzore që vijnë nga jo vetëm brenda territorit të Shqipërisë, po kudo ku ka shqiptar. Faleminderit miq dhe ritakojmë nesër me historinë e radhës. Mirupafshim.